kënga e Kurbetit nuk është kënduar tani, ajo gjatë është kënduar dhe asesi ki plak të shërohet. Megjithatë, do të vi me zelin e tij të ëmbël një këngëtar që natyrisht në notat e tij, në pentagramin e tij, me tekste Arsim A. Bajramit e ka finalizuar këngën Malli i Djemve. Vjen në promovim dhe në interpretim të kësaj këngë të mrekullueshme këngëtari i shquar Fatmir Berisha. Gjithë jeni të mrekullueshëm që në këtë kohë, kur keni angazhimet e juaja sot, në një ngarkesë shumë të madhe të angazhimeve të juaja keni ardhur këtu, na keni nderuar shumë gjithë. Fillimisht i falenderoj të gjithë ata që më kanë ndihmuar me realizu këtë projekt, e falenderoj shumë Besionën. Besiona është protagonisti kryesor që ma ka hapur rrugën për me realizu këtë këngë. Unë e kam bërë tekstin, Besiona e ka po e para, djem dhe nona e djemve bashkëshortja ime Besa nuk e kanë ditë deri në këtë moment sot. Besiona e ka mojt atë sekreti publik, që po thëmë në sekreti publik që kjo është sekreti publik tonë e kanë ditë, po të akronë qka kërtojnë në kuptimin djemve dhe për i bashkëshortës, se kanë qenë surprizum do është asët, ju falemderoj gjithve, ju dëshiroj një fund vit mirë, ju dëshiroj një vit 2026 në shëndet gjithve, mbarësi, edhe njëherë falemderit gjithve, respekt për gjithë juve që keni marrë rrugë dhe keni arë sa të nga keni bon të erë dhe shanë. Derime në dhefër, nofë Shqipnia.
edhe deri tek fundi I këtij eventi kulturor që shkasubë poeti dhe veprimtari I shtuari çështjes kombëtare Arsim Al-Bajrami. Teksti I së cilës u shndërrua në këngë të cilën e interpretoi Fatimir Berisha me titullin Malli I Njerëve. Ne do të kemi mall sërish të takohemi kështu. Mirupafshim në eventin e